A ishte ide e mirë ndryshimi i regjimeve në Iran? Ardhe në pushtet të Shah Muhammad Reza Pahlavi në vitet e 70-ta, populli nuk e donte shumë. Pas shtypjes dhe korrupsionit të Shahut, populli iranian fillua një revolucion në fund të viteve të 70-ta, i cili udhëhiqej nga Ayatollah Khomeini, ata rrëzuan monarkinë dhe krijuan një republikë islamike. Populli më së shumti u rebelua për shkak të inflacionit të naftës. Ayatollahu u kthye nga Franca dhe e paraqiti veten si unifikues, por sapo erdhi në pushtet ndryshoi shumë gjëra, duke organizuar edhe ekzekutime masive të kundërshtarëve politik. Por situata politike u përkeqësua edhe më shumë në vitet e 90-ta dhe për ta përkeqësuar edhe më shumë apo ndoshta edhe për të justifikuar dështimet e tyre, ata thanë se ishte e nevojshme të përgatiten për një luftë kundër Izraelit apo Amerikës. Aleati kryesor i Hezbollahut ishte diktatori Bashar al-Assad, i cili ra nga pushteti në fund të vitit të kaluar, dhe inteligjenca izraelite ka depërtuar qartë në aparatin e sigurisë së Iranit. Dhe kjo po dëshmohet edhe në sulmet e fundit të Izraelit, të cilët kanë arritur që të vrojnë një numër të madh të zyrtarëve iranian. Izraelin tashmë po pretendon se ka kontroll edhe mbi hapësirën ajrore të Teheranit, duke rrëzuar shumicën e sistemeve ajrore të mbrojtjes së Iranit. Pra besoj që idenë e kuptuat, Ayatollahu ka dështuar në të vetmën gjë për të cilën ka premtuar, që ta mbrojë Iranin nga Izraeli dhe nga Amerika. Mbështetësit e ndryshimit të regjimit mendojnë që Ayatollahu duhet të zëvendësohet nga Reza Pahlavi, por kjo nuk duket as pak një ide e mirë, sepse nëse ai është i njohur për diasporën iraniane, ai nuk është as pak i njohur brenda Iranit dhe sipas sondazheve vetëm 1/3 e popullit e pëlqejnë atë. Dhe së fundmi, një rezultat shumë i mundshëm është që rënja e Ayatollahut t'i hap rrugën shembjes së shtetit ose luftës civile. Dhe ky do të jetë një lajm i mirë për Izraelin, sepse një Iran i shkatruar nuk do ta ketë mundësinë për zhvillimin e një arme bërthamore.